Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Sinoptikania tregon ndryshimin me motin 10 ditësit e fundit të prillit. Meteorologja e Meteo Alb Lajda Porja ka thënë se ky 10 ditësh i fundit i prillit mund të konsiderohet i paqëndrueshëm edhe pse nis me diell që në mëngjes. Ajo tha se këtë të hënë deri të mërkurën pritet që moti të jetë i qëndrueshëm, ndërsa në gjysmën e dytë të javës pritet të kemi edhe reshje shiu. Parashikohet që kjo javë gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mesditës moti do të jetë i qëndrueshëm, do të kemi intervale të gjata me kthjellime, ndërsa vranësirat do t'i kemi prezente në pjesën e dytë të ditës. Gjatë fillimit të javës do të kemi reshje me sasi të pakta, ndërsa nga mesi i javës reshje do të jenë me sasi disi të konsiderueshme, ka thënë Porja. Ajo tha se temperaturat e ajrit pritet të jenë të larta të hënën dhe të martën, e do të shkojnë në vlera maksimale 25 deri në 26 gradë Celsius, ndërsa në vlerat minimale do të zbresin në 6 gradë Celsius. Ndërsa duke nisur nga e mërkuara në vijim, temperaturat sipas saj do të pësojnë një rënje. Porja tha se maksimumi i temperaturave të ajrit do të jetë 21 deri në 22 gradë Celsius, ndërsa minimumi pritet të jetë 4 gradë Celsius. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.